Mirë ditë miq, kjo është një arrë, mund të jetë 12-15 vjeçare, nuk e mbaj mend mirë. Por nuk është e rëndësishme kjo, më shumë se sa ajo që do t'ju them. E shikoni? E shikoni? E shikoni gjithë të sipërfaqe të trungut e veshur me këtë vello të verdhë. Çfarë është kjo? Sipas specialistëve të fshatit, të lagjes apo të perandorisë mongole, arrat e vjetra pa arrat e egra, gjoja me demek nuk i ka pas edhe smundje. Më thoni juve, çfarë është kjo? Sigurisht që smundje. Kjo është smundje. Pra kjo është një masë kërpudhore, e cila shkaktohet nga një grup i gjërë kërpudhash mykotike. Pra është një myk i cili vesh endodermën, pra lëkurën e jashtme të trungut të bimës. Në këtë rastin konkret është arë, mund të jetë mollë, mund të jetë qeshi, s'është e thënë, e kupton? E shifni? Kjo lloj kërpudhe që shkakton këtë lloj mykoze, duhet të trajtohet edhe në këtë kohë që po flasim, por edhe në vazhdimsi, në rast se nuk largohet, me një fungicid sistematik i quajtur heksakonazol, i cili është pak i kushtueshëm, por që bën të mundur eliminimin në mënyrë totale të prezencës së mykut në sipërfaqet e trungjeve, të arrave apo dhe të bimëve të tjera. Do ta përdorni në doza 50 deri në 60 ml për 25 kg ose litra ujë, që të mos bëhemi si Lulezim Basha në matematikë. Kalofshi mirë. Ja dhe ithkat po bëhen. Do marrim me ca ithka se do bëjmë byrek lakrori, themi ne nga Korça. Ciao, mos I lini mykun t'ju veshë trungjeve, të arrave apo të bimëve të tjera këtë lloj prezence.